E po, le të fillojmë me njëherë. Sot do të zhytemi në një nga tekstet më magjepse dhe sinqerisht më poetike të historisë njerëzore. Dhe do ta bëjmë këtë tamam përmes thjerrëzës së një studenti teologjie që përpiqet të dekodojë një kryevepër plot kuptime të fshehura. Libri i njohur si Kantiku i Kantikëve mund të duket në pamje të parë si një poezi e thjeshtë e lashtë apo ja. Por sapo fillojmë të heqim stresat e tij, zbulojmë një thellësi vërtet të jashtëzakonshme për natyrën njerëzore dhe atë hyjnore. Energjia dhe simbolika këtu janë fjalë për fjalë mahnitse. Kështu që le të bëhemi gati për një rrugtim goxha interesant. Në rregull, le të futemi thellë në këtë temë. Vetë emri i librit është një sinjal i qartë se kemi të bëjmë me diçka krejtësisht unike. E shihni, në gjuhët e lashta, përsëritja e fjalëve përdorej për të krijuar superlativin. Është fiks si rasti i shprehjes mbreti i mbretërve, e cila nënkupton sundimtarin më të lartë absolut. Po ashtu, Kantiku i Kantikëve përkthehet drejt për drejt si kënga e këngëve, do me thënë kënga supreme. Ne po flasim për një kryevepër absolute, e cila tradicionalisht i atribuohet mbretit Solomon, dhe ka mbjetuar për mijëra vjet pikërisht sepse prek diçka tepër universale. Dhe ja si do të jetë plani i këtij shpjegimi si një lloj udhërrëfyesi, studimi. Së pari do të shohim deshifrimin e këngës suprim, pastaj kalojmë tek anatomia e dashurisë vërtet, më pas te simbolika hyjnore zbuluar dhe e mbyllim me urtësi e lashtë zakone moderne. Atëherë, le të nisim me pjesën e parë. Deshifrimi i këngës suprim. Tani, ai që është vërtet interesante këtu, është fakti se sa shokose dhe madje pak ironike, është prania e këtij libri brenda kanonit të teksteve të lashta. Mendojini pak, jemi në një periudhë ku tekstet historike ishin plot me betejë epike, ligje super strikte, profeci të rënda apo mrekullim binatyrore. Dhe papritur, gjejmë këtë libër. Këtu nuk ka absolutisht asnjë ligj, asnjë luftë, asnjë profeci. Ky tekst i dedikohet 100% tërësisht festimit të dashurisë romantike. Është një anomali e vërtet letrare. Kjo tregon qartë se vetë dashuria konsideroi një çështje me rëndësi po aq parsore sa çdo ngjarje tjetër e madhe historike. Për të kuptuar se si është ndërtuar vizualisht, imagjinoni një shfaqje teatrale të lashtë. Nuk po lexoj një tregim të thatë. Ky është një dialog poetik mjaft dinamik. Kemi një vajzë të re, të dashurin e saj dhe një lloj kori, pra një grup njerëzish që vëzhgon dhe komenton mbi historinë e tyre. Dhe dini çfarë? Në qendër të këtij teksti nuk ka absolutisht asnjë përpjekje për pushtet apo dëshirë për famë. Fokusi vetëm është lidhja e pastër emocionale dhe shpirtërore mes dy individëve. Është vërtet një dëshmi fantastike e fuqisë që ka fjala për të kapur thelbin ton njerëzor. Kjo na çon natyrshëm te pjesa e dytë, anatomia e dashurisë së vërtetë. Ne të zhytemi pak më thellë në anatominë specifike të kësaj marrëdhënie, ashtu siç paraqitet në këtë burim të lashtë. Gjithçka mund të përmbledhet tek kjo frazë: vendome si një vul mbi zemrën tënde, sepse dashuria është e fortë si vdekja. Wow! Kjo është pa diskutim një nga frazat më të fuqishme të shkruara ndonjëherë. Kjo dëshmi tekstuale na tregon qartë se dashuria nuk trajtohet kurrë si një emocion i lehtë apo diçka kalimtare. Përkundrazi, ajo paraqitet si një forcë pa mase, e qëndrueshme, një dhuratë e shenjtë që as nuk duhet fshehur dhe as nuk duhet banalizuar. Është fjalë për fjalë, po aq e fuqishme dhe pashmangshme sa vetë vdekja. Duke zbërthyer këtë marrëdhënie hap pas hapi, shohim 4 tema kryesore. Gjithçka fillon me njohjen e dashurisë si një dhuratë e pastër hyjnore. Më pas, ky themel forcohet jashtëzakonisht shumë përmes pikës së dytë, një besnikërie dhe përkushtimi absolut. Vetëm mbi këtë bazë të sigurt, kalojmë te pika e tretë, ku intimiteti emocional merr një përparësi absolute mbi çdo tërheqje fizike, pra kthehet në një admirim të ndërsjellë. Dhe sigurisht, e gjitha kjo kërkon pikën e katërt, durim dhe sakrificë. Personazhet tregojnë qartë se dashuria ka pengesa, kërkon punë të përditshme, falje dhe sakrificë të vazhdueshme për të mbetur e gjallë. Pra pika thelbësore këtu është një paralajmërim që përsëritet si një refren përgjatë poezisë, mos e zgjoni dashurinë para kohës së saj. Pse gjithë ky theksim? Sepse është një thirrje e lashtë e cila u lëret për domosdoshmërinë e maturisë emocionale. Është një ftesë e qartë për të respektuar kohën e duhur të gjërave. Ne jetojmë në një botë që nxiton pafundësisht, por ky tekst kërkon të japim marrëdhënies hapësirën dhe kohën e duhur për të lulëzuar natyrisht, pa u detyruar dhe pa u nxituar nga emocionet e papjekura. E cila na sjell te pjesa e tretë, simbolika hyjnore e zbuluar. E vërteta është se ky libër nuk ka mbijetuar kaq gjatë vetëm për treguar një romancë njerëzore. Këtu arrim tek thelbi teologjik, ajo shtresa e fshehur, plot simbolike. Nëse ndjekim evolucionin e interpretimit historik,
shohim se studiuesit e kanë lexuar gjithmonë këtë si një alegori tepër të gjerë. Për shembull, në traditën e dhjatës së vjetër, kjo lidhje poetike u interpretua fiks si marrëdhënia mes Perëndis dhe popullit të tij, si mes një burri dhe një gruaje. Më vonë në dhjatën e re, kjo metaforë evoluoi për të përfaqësuar lidhjen mes Krishtit dhe kishës së tij, si dhëndri me nusën. Por, pavarësisht epokës, mesazhi mbetet i njëjtë, një ilustrim briljant i një intimiteti të pakrahasueshëm, thellësisht shpirtëror dhe besnik. Dhe kjo ilustron në mënyrë gjeniale konceptin e dyfish të këtij libri. Ta mendosh këtë si një simbolik hynore, nuk e fshin absolutisht atë pjesën e romancës njerëzore, përkundrazi e lartëson atë. Kjo do të thotë se marrëdhënia e pastër njerëzore bëhet si një pasqyrë, një refleksion toksor i asaj se si është dashuria universale dhe e pandryshueshme e krijuesit. Çdo element përkushtimi, durimi dhe sakrifice në libër na tregon njëkohësisht jo vetëm se si duhet jetë një martesë ideale, por edhe sa e madhe dhe absolute është dashuria hynore. Tani kalojmë tek pjesa e fundit dhe e katërt. Urtësi e lashtë, zakone moderne. Le të shohim tani se si e gjithë kjo analizë teologjike gjen zbatim direkt në jetën tonë të përditshme. Nëse e vendosim këtë model përballë kulturës moderne të marrëdhënieve, kontrasti është dita me natën. Bota moderne sillet jashtëzakonisht shpejt. Marrëdhëniet shpesh bazohen te impulsiviteti, duke çuar në ndarje të shpeshta, një ndjenjë bytëse vetmie dhe në trajtimin e lidhjeve si diçka një përdorimshe. Por nga ana tjetër, mentaliteti i këngës suprem ofron një antitezë befasuese, një dashuri e ankoruar fort te qëndrueshmëria, te durimi për të njohur karakterin e tjetrit dhe te vlerësimi madhështor për shenjtërinë e angazhimit. Është një thirrje masive për zgjim. Pra, si ndërtohen këto zakone praktive sot? Duke parë dashurinë si një reflektim hinor, ne natyrshëm fillojmë ta trajtojmë tjetrin me përgjegjësi absolute dhe respekt maksimal, jo kur si një lodër për të plotësuar nevojat tona momentale. Mëtej, do të thotë t'i japim prioritet të padiskutueshëm karakterit të brendshëm të njeriut mbi çdo bukuri estetike të jashtme. Dhe duke lënë me një anë të gjitha të presion të jashtëm, e lëm dashurinë të rritet ngadalë, duke i dhënë hapësirën e duhur besimit dhe komunikimit për të lëshuar rrënjë të forta. Në fund të fundit, thelbi i këtij shpjegimi është një sintezë fuqishme. Ekziston një lidhje pasgjidhshme midis thellësisë së jetës sonë shpirtërore dhe mënyrës konkrete se si trajtojmë ata që kemi më pranë. Çdo fjalë e mirë, çdo akt durimi apo besnikërie në një marrëdhënie njerëzore nuk është as pak sekondare. Kjo poezi supreme na kujton se përkushtimi emocional dëshmon drejt për drejt aftësinë tonë për të menaxhuar një dhuratë vërtet hynore. Dashuria nuk është vetëm një emocion i bukur, është besnikëri dhe sakrificë supreme. Kështu që dëshiroj ta mbyllim këtë analizë me një mendim thellësisht provokues. Imagjinoni për një moment sikur paradigma e sotme e marrëdhënieve, kaq e shpejtë dhe kaotike, të ndalonte pak dhe të adoptonte këtë mentalitet të lashtë. Nëse dashuria do të shihej sërish si një lidhje e shenjtë dhe si një pasqyrim i vetë hynores, si mendoni, a nuk do ta transformonte këto plotësisht mënyrën se si ndërtohen sot familjet dhe lidhjet e qëndrueshme? Është padyshim një perspektivë që sfidon çdo normë aktuale dhe që ja vlen të mendohet gjatë. Shpresojmë që ky shpjegim analitik t'ju ketë ofruar një këndvështrim sa të ri aq edhe frymëzues.